Kemi po shpesh ministre që faktikisht Gjosa Osmani në një farforme po i del në krah vetëvendosjes. Duke i ndarë fjalën Dritan Selmana së fundi dhe duke i bërë disa veprime, cilat po mendojnë populli që faktikisht Gjosa Osmani po ja bën në farforme me krahin vetëvendosjes. Ju çka mendoni, a dëmton kjo lidhje demokratike të Kosovës? Është fakt që kur ka, do të thotë, themi lloj konfrontimi verbal mes personaliteteve të lidhjes demokratike të Kosovës, mund të krijohet një percepcion, një opinion që gjërat nuk janë mirë brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Po na ditë thash edhe në seancë, do thotë atë vlerë që nuk e kanë partitë tjera, ku autoriteti kryetarit është i pa diskutueshëm, është vlerë të lidhja demokratike e Kosovës që ketë edhe debatet të brendshme. Po, natyrisht që asune nuk kemi përkas që këto debatet shkojnë të në ekstrem, sa që të fillojnë të krijohen grupacione që përkrahin njërin personalitet apo tjetrin. Por prapune, sa do që e shoh në këtë situatë kuptueshme, do të thotë këto konfrontime, thirrja ime është që gjitha temat që janë brenda një familje, brenda partisë, ato duhet të diskutohen brenda partisë. Nuk janë, do të thotë, nuk janë rrjetet sociale, nuk janë disa hapësira ku ne brenda një familje duhet me debatu në atë mënyrë. Unë jam adhurues i bisedave sy në sy, edhe ato janë, si më thonë, mënyrat ku këto situata t'i kaluan më së lehtë.